Përshëndetje, si jeni? Besojmë se ju kujtohet fare mirë kjo zonjë e cila sapo na dëgjoi emrin Ushtang. Ajo është Ema Bruci. Zonja e cila hiqej në rrjetet sociale si psikologe e licencuar, por nga ana tjetër nuk figuronte në urdhrin e psikologut dhe as procedonte me nip të rregullt për ushtrimin e aktivitetit. Kështu që ne infiltruam dy vajza, të cilat do të kuptonin nga afër se çfarë bënte realisht kjo zonjë. Seancat e terapisë ajo më së shumti i zhvillonte online, por edhe kur i zhvillonte ball për ball, përdorte kafenen, jo një zyrë të qetë si çdo mjek normal. Por kthimi i lokalit në zyrë ishte e keqja më e vogël. Pasi zonja Ema kishte një mal me mangësi profesionale, ajo nuk uronte, por tregonte histori të pacientëve të tjerë të cilëve as nuk ju kursente të dhënat personale, madje i tallte dhe bullizonte. Kjo zonjë ishte aq e aftë sa që me 2-3 ankesat pacientit që kishte përballë arrinte të përcaktonte dhe diagnozën. Funzionemi në fazën e dyta, por nuk agora. Lek